Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Rëndohet mjedisi në Shkup. Ministria e Mjedisit njofton se pragu i alarmit për grimcat e pezulluara PM10 është tejkaluar në pikat Mace, Qendër, Gazibab, Karposh, Lisiçe dhe Rektorati në Shkup. Në këtë kusht është hartuar plani i masave për intensifikimin e kontrolleve të gjendjes teknike të automjeteve, veçanërisht atyre me karburant dizel dhe të paregjistruara dhe ndalimin e djegjes së mbetjeve dhe materialeve të tjera në hapësira të hapura. Nga punëdhënësit kërkohet lirimi nga puna i grave shtazëna, personat mbi 60 vjeç dhe personat me sëmundje kronike. Krahas asaj kërkohet riorganizimi i orarit të punës për personat që punojnë në ambiente të hapura, duke sugjeruar punën nga ora 11 deri në orën 17. Shtyhet zgjedhja e prokurorit të ri në Republikën e Maqedonisë së Veriut me propozim të anëtarit Ermon Aziri, Këshilli i Prokurorëve, anulloi seancën në të cilin ishte paraparë zgjedhja e ushtruesit detyrës së kryeprokurorit të shtetit. Ky propozim, sipas Nezirit, erdhi pasi në seancë mungoi një nga anëtarët e Këshillit. Sipas tij, në rastet kur bëhet fjalë për pozitat të larta të udhëhese, preferohet të gjithë anëtarët të jenë të pranishëm dhe të japin qendrimet e tyre. 9 anëtar janë pro. Konstatoj që seanca anullohet për në datën 22 dhjetor në orën 11. Kjo është arsye që të jemi të kompletuar të gjithë anëtarët dhe të vendosim ushtruesin e detyrës, theksoi kryetari i Këshillit të Prokurorëve, Bashkim Besimi. Ushtruesi i detyrës do të udhëheqë prokurorinë e shtetit deri në zgjedhjen formale të zëvendësit të Koçevskit që do të zgjidhet përmes konkursit publik. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. SBA kërkon zbatimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë arritur në shkurt të vitit 2023 me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Për Washingtonin e përfaqëson një hap pozitiv drejt normalizimit mes dy vendeve, të cilat duhet të synojnë për parim të shpejtë në zbatimin e aneksit të kësaj marrëveshje. Deklarata vjen në aktin për autorizimin e mbrojtjes kombëtare që u miratua nga të dy dhomat e Kongresit Amerikan dhe u nënshkrua në ligj nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Sipas aktit, SBA-ja duhet të vazhdojë mbështetjen në një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë e bazuar në njohjen e ndërsjellë duke mos mbështetur shkëmbime territoriale, ndarje apo ndryshime të tjera të kufive sipas linjave etnike në Ballkanin Perëndimor për zgjidhjen e konflikteve dhe duhet të mbështesë demokracitë pluraliste në rajon si mjet për të parandaluar rikthimin e konflikteve etnike. Albin Kurti mirëpret heqjen e masave që Bashkimi Evropian i vendosi Kosovës. Kryeministri në detyrë në mbledhjen e qeverisë komentoi dhe një masat si të padrejta, kur të nënvizoi se institucionet e Republikës nuk ishin shkaktare të eskalimit të situatës në 4 komunat në veri dhe së dyti, deeskalimi i situatës ishte pikërisht merit e institucioneve. Ne e mirëpresim vendimin e Bashkimit Evropian për të hequr masat që ishin vendosur Kosovës. Ato ishin të padrejta që në ditën e parë, sepse së pari institucionet e Republikës Kosovës nuk ishin shkaktare të eskalimit të situatës në 4 komunat në veri të vendit tonë dhe së dyti sepse deeskalimi i situatës ishte pikërisht merit e institucioneve të Republikës së Kosovës. Kreu i qeverisë deklaroi se çdo kompromis ndaj sundimit të ligjit do të ishte fatal për Republikën e Kosovës dhe se situata e qetë, lëvizja e lirë dhe funksionimi i institucioneve të shtetit në veriu në vendit është pikërisht sepse ka funksionuar sundimi i ligjit dhe rendi publik. Me qëllim garantimin e tregtisë së lirë, konkurrencës së ndershme dhe përfitimit për konsumatorët, qeveria e Kosovës pranon zbatimin e vendimeve të CEFTA-s dhe protokolleve të saj. Në mbledhjen online të Këshillit të Ministrave, kryeministri Albin Kurti tha se zbatimi i detyrimeve brenda CEFTA-s po krijon kushte më të favorshme për ekonominë dhe qytetarët, ndërsa ministri në detyrë e industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë Rozeta Hajdari theksoi se gjatë këtij mandati Kosova rriti përfaqësimin e drejtë për drejtë dhe të barabartë në CEFTA, duke larguar UNMIK-un nga ky rol. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.